për fat keq. Une faleminderit mas pore që ma dha mundësinë ti me marrë pjesë edhe mi përshëndet nga studia jote. Je koni kujdeshëm dhe mi, po është fat i hidhur, pse në këtë gjendje ka devalvu çdo gjë, ka ardhur kështu. Për shembull, kur une e di mirë si flasin Liria ka emën, edhe shoqatat për veteranët e luftës kanë organizu protesta në Maqedoni, në Tiranë, me veteranë të rrajshëm, kanë bërë gjithçka, me milionera, kanë organizu autobusa, kanë ndonë dreka darka, ku është sot për shembull luftëtarët më të mirë të kombit që kanë ardhur, sikur unë për shembull për Shtetet Bashkuara të Amerikës, si kum lanë fëmijën e gune, kum shit pasonin, kum marr pjesë në luftën e Kosharës, kum pas fatin, si snajperist sot nuk kum pas mundësi për shkak mos organizimit, për shkak u shtetu nafta, u bon e pamundshme me marr pjesë në Kosharë, se duhet me pas financa, me shku, kështu që nuk ka pas organizim, për mi edhe të vetë kena bisedu, s'kan pas pare me shku dhe në Koshare, me festu ditën thymjes kufinit shqiptar. Kjo është për Keshardhje, është edhe kesh me përmen, po nuk kom ku me qu, pa të regu, për shembull e shohën e dje merë pjesë edhe për shembull ish president, ja mojnë pjesë, s'ka pas nevoj me mora ish president, ja t'je pjesisht, në malet, s'ka pas nevoj. 2, s'ka pas nevoj, për nëse ka pas nevoj, du më konë njërë të organizume për luftetarët. Për shembull, kujtari i Prishtinës, një 5 autobusa duhet me organizu. Me pas për me unimu. Për shembull, një autobus më konë për luftetarë që s'kanë mundësi me pagu, me i qu në Koshare, me vizitu Koshare. 9 prilin. Sa qenë ka kjo bileta e këtij autobusit për Koshare? Që si pagu ka do të shteti? Mirë, një. O du çdo komunë me organizu një autobus ose 2, mi avon mundësinë edhe qytetarëve me shku me pas pa pagesë, me shku njerë aty është lufta, do më unë bashkimi shqiptarë që ka qenë lufta ma e mirë, djemë për të naonëve të botës, ka nërë dhe ka ndonë mundin dhe sakrificën, për që ditë sotit, sot nuk jënë gjendje, mi au siguru për shembull. E çka mendoni, domethënë mu se po dalin pak për temës, po thuaj se është e njëjta temë. Çka mendoni për disa njerëz, domethënë që po dalin për i fyjnë figurat, domethënë patriotike, siç janë për shembull Ramosh Haradinja, e kemi pas rastin para disa dite, dikush ka dalë ka ofendu, edhe e ka kërcënuar publikisht. Çka mendoni ju? Qërë, une kisha mendu kështu, kur gjë nuk ndodh, ajo është mendurio që ka ndodh, po du më thonë edhe diçka. Kur gjë nuk ndodh, sot për një herë çdo sen. Jo njerëz të pak noshin këtë botë. Jo me dhe une. Po nuk është të thonë që duhet me shajt. Po në këtë njërën sot unë jam në revolt, pse unë mas me marë pjesë në Koshare, me shku Vjosa ose me shku Ramushi. Qa ka me lypë Ramushi në Koshare? Në vetë, mos ma, je ka me përzin tema. Pse me shku Ramosh Haradini në Koshare? Kur Ramosh Haradini, din si pjestarët e Ramosh Haradinit i kanë qujtë ushtarët e Koshare si sa kur që punë atyne. Unë më ka mytna, në atë kohë në penë, për këtu që më ka mytna, me njerëz të Ramosh Haradinit që kanë thonë ju në Koshare një 2 jave, ku që së puna juve, edhe jeni me Rogovën. Qa ke sot me bojnë elektorat në Koshare, Ramosh të piska, qa ke? Ramoshi, predja, një. Tja ke thonë një më këthy për shka për i Ramoshi. Po tash duhet me bojnë një mirë. Këto shami, këto sene që ndodhin tash. A mos valin hinë gjuna këta me qiftin tem. Me njerësë ku mos asmojni. Jenë hinë gjuna, ngo. Kanë me ndodhë shami, ka me ndodhë vrasje, ka me ndodhë gjithka që me ndorina. Se e kanë devalvu, në njërë, e ka devalvu. 40.000 veteranë të rreshëm jënë duka gjenë. 20.000 invalid jënë të rreshëm. A mo ti po në alë kur mësë të përgjegjen. Unë jemi ba, kush, ka? Ti pembron ato që e ka shonë. Konë pembrojën? Ato që e ka shonë ti përgjegjen. Jo, nuk im nga mbrojë ato se përshonë. Po këta e në hinë akt me neve. Qështë bo une me 10 shokët mi, mas më pas mundësina me bisedu, për mas më mujtë më shkute në Koshare, me përjetu thymin e kufinit, bashkimin shqiptar, sakrifizën teme, me marë familjen teme, s'ko mundësi. Po s'ka një Ramushi në hak me ty, s'besoj që... Ramushi i në hak me gjësët atjetë. Pëshush, të pse mas mi shojt ta. Që une për shamëll.
Nuk po du me shojnë gjatë mënyrë për në tjetër mënyrë.